Data 18 janar, Zanafilla, kapitulli 19. Por të dy ëngjëjt arritën në mbrëmje në Sodom, ndërsa Loti ishte ulur te porta e Sodomës. Sa i pa, ai u ngrit më këmbë për të dalë përpara dhe u shtri me fytyrë në tokë dhe tha: Zotrinjtë e mi, ju lutem hyni në shtëpinë e shërbëtorit tuaj. Kaloni aty natën dhe lani këmbët. Pastaj nesër në mëngjes mund të qoheni dhe të vazhdoni udhën tuaj. Ata u përgjigjen: Jo, do ta kalojmë natën në shesh. Por ai nguli këmbë aq shumë sa që ata erdhën tek ai dhe hynën në shtëpinë e tij. Ai u përgatiti një gosti dhe poqi bukë pa tharm dhe ata hëngrën. Por para se të shkonin në shtrat, njerëzit e qytetit, njerëzit e Sodomës, rrethuan shtëpinë. Ishin të rinj një pleq, tërë popullsia e mbledhur nga çdo anë. Thirrën Lotin dhe i thanë: Ku janë njerëzit që erdhën te ti sonte? Na e nxirr jashtë që të mund t'i njohim. Loti doli drejt tyre para portës së shtëpisë, e mbylli portën pas tij dhe tha: O vëllezërit e mi, mos u sillni kaq keq. Dëgjoni, un kam dy vajza që nuk kanë njohur burr, prandaj më lini që t'i nxjerr jashtë dhe bëni ç'të doni me to. Por mos u bëni asgjë këtyre burrave, sepse janë në mbrojtjen e shtëpisë sime. Por ata i thanë: Shko tutje. Pastaj vazhduan: Ky erdhi si i huaj dhe dëshiron të bëhet gjykatës. Tani do të sillemi më keq me ty se sa me ata. Dhe duke e shtyr Lotin me dhunë, u afruan për të shpërthyer derën. Por ata njerëz zgjatën duart e tyre dhe e tërhoqin Lotin brenda shtëpisë bashkë me ta dhe mbyllën derën. Goditën me verbëri njerëzit që ishin te dera e shtëpisë, nga më i vogli deri te më i madhi, kështu që u lodhën në orvatjen për të gjetur derën. Atëherë ata njerëz i thanë Lotit: Kë ke tjetër këtu? Nxirr nga ky vend dhëndurët e tu, bijt dhe bijat e tua dhe cilin do që ke në qytet, sepse ne po bëhemi gati ta shkatërrojmë këtë vend, sepse britma e banorëve të tij është e madhe përpara Zotit dhe Zoti na dërgoi për ta shkatërruar. Atëherë Loti doli e u foli dhëndurëve të tij që ishin martuar me bijat e tij dhe tha: Çohuni, largohuni nga ky vend, sepse Zoti do ta shkatërrojë qytetin. Por dhëndurët e tij patën përshtypjen se ai po bënte shaka. Sa doli agimi, ëngjët e nxitën Lotin duke thënë: Çohu, merr gruan dhe bijat e tua që gjenden këtu, që ti të mos vdesësh në dënimin e këtij qyteti. Duke qenë se ai po nguronte, ata njerëz e morën për dorë atë, të shoqin dhe dy bijat e tij, sepse Zotit i kishte ardhur mëshirë për të, e nxorën jashtë dhe i shpëtuan jetën duke e çuar jashtë qytetit. Ndërsa po i çonin jashtë, njëri prej tyre tha: Ik shpejt për të shpëtuar jetën tënde. Mos shiko prapa e mos u ndal në asnjë vend të fushës, shpëto në mal që të mos vdesësh. Por Loti ju përgjigj atyre: Jo, Zoti im, ja shërbëtori ju gjeti hir para syve të tu dhe ti u tregove shpirt madh ndaj meje duke më shpëtuar jetën, por unë nuk mund dot të arri malin përpara se të më zër fatkeqësia dhe unë të vdes. Ja, ky qytet është mjaft i afërt për të arritur dhe është i vogël. Më lër pra të iki shpejt aty. A nuk është i vogël dhe kështu do të shpëtoj jetën. Ëngjëlli i tha: Unë po ta plotsoj edhe këtë kërkesë, të mos shkatërroj qytetin për të cilin fole. Shpejto, ik atje, sepse unë nuk mund të bëj asgjë përpara se ti të arrish atje. Për këtë arsye, ky qytet u quajt Coar. Dielli po ngrihej mbi tokë kur Loti arriti në Coar. Atëherë Zoti bëri që nga qielli të binte squfur dhe zjarr mbi Sodomën dhe Gomorën nga ana e Zotit. Kështu ai shkatërroi ato qytete, tërë fushën, tërë banorët e qytetit dhe gjithçka që binte mbi tokë. Por gruaja e Lotit solli kryet për të parë prapa dhe u bë një statuj prej kripe. Abrahami u ngrit herët në mëngjes dhe shkoi në vendin ku kishte qëndruar para Zotit. Pastaj drejtoi shikimin nga Sodoma dhe Gomora, si dhe nga tërë krahina e fushës, dhe kështu pa një tym që ngrihej nga toka si tymi i një furre. Kështu ndodhi që kur Perëndia shkatërroi qytetin e fushës, Perëndisi u kujtua Abrahami dhe e largoi Lotin nga gjëma kur shkatërroi qytetet ku Loti kishte banuar. Pastaj, Loti doli nga Coari dhe shkoi të banojë në mal bashkë me dy bijat e tij, sepse kishte frikë të qëndronte në Coar, dhe u vendos në një shpellë bashkë me dy bijat e tij. Më e madhja i tha më të voglës: Baba ju është plak dhe nuk ka asnjë burr në vend që mund të bashkohet me ne ashtu siç ndodh mbi gjithë tokën. Eja t'i japim verë babait ton e të shtrihemi bashkë me të. Kështu do të mund t'i sigurojmë pasardhës babait ton. Kështu po atë natë i dhan verë babait të tyre dhe e madhja u shtri bashkë me Daatin, por ai nuk u kujtua as kur e u shtri me të, as kur u ngrit.
Të nesërmen vajza më e madhe i tha më të voglës: "Ja, natën e kaluar unë rash në shtrat bashkë me baban tim. Le ta bëjmë që ai të pi verë edhe sonte, pastaj t'i futu dhe shtriu me të që të mund t'i sigurojmë pasardhës babait ton." Edhe atë natë i dhan verë babait të tyre dhe më e vogla shkoi të shtrihet bashkë me të dhe ai nuk u kujtua as kur u shtri, as kur u ngrit. Kështu, dy bijat e Lotit u ngjizen nga babai i tyre. Më e madhja lindi një djalë, të cilit ia vun emrin Moab. Ky është babai i Moabitëve që ekzistojnë deri në ditët tona. Edhe më e vogla lindi një djalë të cilit ia vuri emrin Benami. Ky është babai i Amonitëve që ekzistojnë deri në ditët tona. Mateo, kapitulli 18. Në atë orë, dishepujt ju ofruan Jezusit dhe e pyetën: "Kush është pra më i madhi në mbretërinë e qiejve?" Dhe Jezusi, pasi thirrën një fëmijë të vogël pranë vetes, e vuri në mes tyre dhe tha: "Në të vërtetë po ju them, në qoftë se nuk ktheheni dhe të bëheni si fëmijët e vegjël, nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. Kush pra do ta përul veten si ky fëmijë i vogël, ai do të jetë më i madhi në mbretërinë e qiejve. Dhe kushdo që e pranon një fëmijë të vogël si ky në emrin tim, më pranon mua. Por ai që do të skandalizojë një prej këtyre të vegjëlve që besojnë tek unë, do të jetë më mirë për të t'i varet në qafë një gur mulliri, që e sjell rrotull gomari, dhe të zhytet në thelësi të detit. Mirë bota për skandalet, sepse është e nevojshme të vinë skandalet, për mirë ai njeri përmes të cilit do të vi skandali. Tani në qoftë se dora jote ose këmba jote të shtyn në mëkat, preje dhe hidhe prej teje. Është më mirë për ty të hysh në jetë dorcung ose i çal, se sa të kesh dy duar dhe dy këmbë të hidhesh në zjarr të përjetshëm. Po ashtu në qoftë se syri yt të shtyn në mëkat nxirre dhe hidhe prej teje, është më mirë për ty të hysh në jetë vetëm me një sy, se sa ti kesh të dy syt dhe të hedhin në ferr të zjarrit. Ruhuni se përbuzni ndonjë nga këta të vegjlit, sepse po ju them se ëngjëjt e tyre në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim në qiej. Sepse biri i njeriut erdhi për të shpëtuar atë që kishte humbur. Si mendoni, në qoftë se një njeri ka 100 dele dhe njëra prej tyre humb rrugën, a nuk do t'i lërë të 99 mbi male dhe të shkojë për të kërkuar atë që humbi rrugën? Dhe nëse ndodh të gjej me të vërtet, po ju them se ai do të gëzohet më shumë për këtë se sa për të 99 që nuk kishin humbur rrugën. Kështu nuk është vullneti para Atit tuaj që është në qiej që të humbas një prej këtyre të vegjëlve. Por në qoftë se vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, shko dhe qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e fitove vëllain tënd. Por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me vete edhe 1 ose 2 vet, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e 2 ose 3 dëshmitarëve. Nëse pastaj refuzon t'i dëgjoj, thuaja kishës, dhe në qoftë se refuzon të dëgjoj edhe kishën, le të jetë për ty si pagan ose ta grambledhës. Në të vërtetë ju them se ç'të keni lidhur mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe ç'të keni zgjidhur mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Përsëri po ju them se në qoftë se 2 prej jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t'u jepet atyre nga Ati im në qiej. Sepse kudo që 2 a 3 janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre. Atëherë i erdhi pranë Pietri dhe tha: Zot, sa herë të mëkatoj vëllai im kundër meje dhe t'ja fal atij? Deri 7 herë? Jezusi tha: Nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti që deshe ta bënte llogarinë me shërbëtorët e vet. Dhe kur filloi t'i bëj llogaritë, sollën një që i detyroi 10.000 talenta. Dhe duke qenë se ky nuk kishte të paguante, i Zoti urdhëroi që të shitej ai dhe gruaja e tij, dhe bijtë e tij dhe gjithë ç'kishte dhe të shlyej detyrimin. Atëherë shërbëtori i ra ndër këmbë i lutej duke thënë: Zot, i zemërgjër me mua, dhe do të t'i paguaj të gjitha. Por i shtyr nga dëmshuria, i Zoti i atij shërbëtori e la të lirë dhe ia fali detyrimin. Por ai shërbëtor, si doli, takoi një nga bashkëshërbëtorët e tij që i detyroi 100 denar dhe mbasi e zuri për fyti, po e mbyste duke thënë: Më jep atë që më detyrohesh. Atëherë bashkëshërbëtori i tij ra ndër këmbë dhe i lutej duke thënë: I zemërgjër me mua dhe do të t'i paguaj të gjitha. Por ai nuk deshi, madje shkoi dhe e futi në burg derisa ta shlyen dhe detyrimin.
por bashkëshërbëtorët e tij kur e panë që ndodhi, u pikulluan shumë dhe shkuan e i thanë të Zotit gjithçka që kishte ndodhur. Atëherë Zoti e thirri dhe i tha: "Shërbëtor i lig, unë ta fala gjithë këtë detyrim sepse mu lute. A nuk duhej të kisha mëshirë edhe ti për bashkëshërbëtorin tënd, ashtu si pata mëshirë unë për ty?" Dhe Zoti i zemëruar u adërzoi torturuesve derisa t'ia paguante gjithë detyrimin. Kështu do të veproj me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se nuk ja falni nga zemra gjithë secili vëllait e vet shkeljet e tij. Nehemia, kapitulli 8. Atëherë, tër populli u mblodh si një njeri vetëm në sheshin që ishte përpara portës së ujrave. I than pastaj shkruesit Ezdra të sillte librin e ligjit të Mojsiut, që Zoti i kishte dhënë Izraelit. Ditën e parë të muajit të 7, prifti Ezdra solli ligjin para asamblesë së burrave, të grave dhe të gjithë atyre që ishin të aftë të kuptonin. Pastaj e lexoi në sheshin që ndodhet përpara portës së ujrave, nga agimi deri në mesditë përpara burrave, grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin, dhe veshet e gjithë popullit ndiqnin me vëmendje librin e ligjit. Shkruesi Ezdra qëndronte mbi një tribun prej druri që kishin bërë për këtë rast. Pranë tij ishin në të djathtë Matithiahu, Shema, Ananiahu, Uria, Hilkiahu dhe Masejahu. Në të majt, Pedajahu, Mishaeli, Malkijahu, Hashumi, Hashbadana, Zakaria dhe Meshulami. Ezdra e hapi librin në prani të gjithë popullit, sepse rrinte më lart se tër populli. Sa e hapi, tër populli u ngrit në këmbë. Ezdra bekoi Zotin Perëndin e Madh dhe tër populli u përgjigjej: Amen, amen, duke ngritur duart, pastaj u përkulen dhe ranë përmbys me fytyrë për tokë përpara Zotit. Jeshua, Bani, Sherebjahu, Jamini, Akubi, Shabethai, Hodijahu, Masejahu, Kelita, Azaria, Jozabati, Hanani, Pelajahu dhe levitët e ndihmonin popullin të kuptonte ligjin, ndërsa populli rrinte në këmbë në vendin e tij. Ata lexonin në librin e ligjit të Perëndisë në mënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e tij me qëllim që të kuptonin atë që lexohej. Nehemia, që ishte qeveritari, Ezdra, prift dhe shkrues, dhe levitët që e mësonin popullin, i thanë tër popullit: Kjo ditë i shenjtërohet Zotit, Perëndisë tuaj. Mos u mbani zi dhe mos qani. Tër populli në fakt, duke dëgjuar fjalët e ligjit, qante. Pastaj Nehemia u tha atyre: Shkoni, hani ushqime shumë të shijshme dhe pini verëra të ëmbla, dhe u çoni racion atyre që nuk kanë përgatitur asgjë, sepse kjo ditë i është shenjtëruar Zotit ton. Mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj. Levitët e mbanin në heshtje tër popullin duke thënë: Heshtni, sepse kjo ditë është e shenjtë, mos u trishtoni. Atëherë tër populli shkoi të hajë, të pi, të dërgoi racione të varfërve dhe të kremtoi me hare të madhe, sepse ata i kishin kuptuar fjalët që u ishin shpjeguar. Ditën e dytë, krerët e shtëpive atërore të gjithë popullit, priftrin dhe levitët, u mblodhën pranë Ezdras, shkruesit, për të dëgjuar fjalët e ligjit. Gjetën të shkruar në ligj që Zoti kishte urdhëruar me anë të Mojsiut, që bijtë e Izraelit duhet të banonin në kasolle gjatë festës së muajit të 7. Dhe në të gjitha qytetet e tyre dhe në Jeruzalem, duhet të përhapnin dhe të shpallnin një njoftim në të cilin të thuhej: Shkoni në mal dhe sillni andej degu liri, degu lastre, deg mersine, deg palme dhe deg me gjethe të dendura për të bërë kasolle siç është shkruar. Atëherë populli shkoi jashtë dhe solli degët dhe i ndërtoi kasollet, kush mbi çatinë e shtëpisë së tij, kush në oborrin e tij, të tjerë në oborret e shtëpisë së Perëndisë, në sheshin e portës së ujrave dhe në sheshin e portës së Efraimit. Kështu, tër asambleja e tyre që ishin kthyer nga robëria ndërtoi kasolle dhe banoi në to. Nga koha e Jozueut, birit të Nunit, e deri në atë ditë, bijtë e Izraelit nuk kishin bërë asgjë të tillë dhe qenë një gëzim shumë i madh. Ezdra lexoi librin e ligjit të Perëndisë çdo ditë, nga dita e parë deri në ditën e fundit. E kremtuan festën 7 ditë. Ditën e 8 pati një asamble solemne, siç e kërkon ligji. Veprat e apostujve, kapitulli 18. Por pas këtyre, Pali u nis nga Athina dhe erdhi në Korint. Dhe si gjeti një far judeu me emër
Aquila, me origjinë nga Ponti, i ardhur rishtas nga Italia dhe gruan e tij Prisilën, sepse Klaudi kishte urdhëruar që të gjithë judejnë të largohen nga Roma, shkoi tek ata. Dhe duke qenë se kishin të njëjtën mjeshtëri, qëndroi me ta dhe punonte se mjeshtëria e tyre ishte të bënin çadra. Por çdo shabat mësonte në sinagogë dhe binte judejnë dhe grek. Por kur Sila dhe Timoteo zbriten nga Maqedonia, Pali shtyhej nga fryma për të dëshmuar judejve se Jezusi ishte Krishti. Por duke qenë se ata kundërshtonin dhe blasfemonin, ai i shkundi rrobat dhe u tha atyre: "Gjaku juaj qoft mbi kokën tuaj. Unë jam i pastër, që tani e tutje do të shkoj te kombet." Dhe mbasi u largua prej andej, erdhi në shtëpinë e një far njeriu me emrin Just, i cili e adhuronte Perëndin dhe e kishte shtëpinë ngjitur me sinagogën. Dhe Krispi, kreu i sinagogës, besoi te Zoti me gjithë shtëpinë e tij. Dhe shumë nga korintasit, duke e dëgjuar Palin, besuan dhe u pagëzuan. Por një natë, Zoti tha Palit në vegim: "Mos ki frikë, por fol dhe mos hesht, sepse unë jam me ty dhe askush nuk do të vërë dorë mbi ty që do të bëj keq, sepse unë kam një popull të madh në këtë qytet." Dhe ndenja atje 1 vit e 6 muaj, duke mësuar ndërta fjalën e Perëndisë. Dhe kur Galioni ishte prokonsull i Akajis, judejnë u ngriten me një mendje të vetme kundër Palit dhe e quan në selinë e gjykatës, duke thënë: "Ky u ambush mendjen njerëzve të adhurojnë Perëndin në kundërshtim me ligjin." Dhe kur Pali donte të hapte gojën, Galioni u tha judejve: "Po të qep puna për ndonjë padrejtësi ose keqbërje o judejnë, do t'ju dëgjoja me durim sipas arsyes. Por nëse janë çështje për fjalë dhe për emra dhe ligjin tuaj, shikojeni ju vetë, sepse unë nuk dua të jem gjykatës i këtyre gjërave." Dhe i përzuri ata nga selia e gjykatës. Atëherë, të gjithë grekët zunë Sostenin, kreun e sinagogës, dhe e rrahan përpara selisë së gjykatës. Por Galioni nuk donte t'ia dinte fare për këto gjëra. Dhe Pali vazhdoi atje edhe shumë ditë. U përshëndosh me vëllezrit dhe lundroi për në Siri me Prishilën dhe Aquilën, pasi e qethi kokën në Kenkrea sepse kishte bërë një premtim solemn. Dhe arriti në Efes, dhe ata i la aty, po vetë hyri në sinagogë dhe diskutoi me judejt. Ata ju lutën të rrinte me ta më gjatë, por ai nuk pranoi, por u nda prej tyre duke thënë: "Më duhet gjithsesi ta bëj festën e ardhshme në Jeruzalem, por në dash Perëndia do të kthehem përsëri te ju." Dhe lundroi nga Efesi. Dhe si zbarkoi në Cezare, u ngjit në Jeruzalem dhe si përshëndeti kishën zbriti në Antioki. Dhe si qëndroi atje ca kohë, u nis dhe përshkroi me radhë krahinën e Galatis dhe Frigjin, duke forcuar gjithë dishepujt. Por një far judeu me emër Apollo, me origjinë nga Aleksandria, njëri orator i fuqishëm në shkrime, erdhi në Efes. Ky kishte mësuar udhën e Zotit dhe i zjarrt në frym fliste dhe mësonte me saktësi gjërat e Zotit, por njihte vetëm pagëzimin e gjonit. Ky filloi të flasë lirisht në sinagogë, dhe kur e dëgjuan Aquila dhe Prishila, e morën me vete dhe ja shtjelluan më saktë udhën e Perëndisë. Dhe mbasi ai donte të shkonte në Akaji, vëllezrit i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisnin. Si arriti atje, ai ndihmoi shumë ata që kishin besuar me anë të hirit, sepse i kundërshtonte botërisht në mënyrë të goditur judejt, duke treguar me anë të shkrimeve se Jezusi është Krishti.